mos ta paramendon dikush prej besimtarëve musliman se pa e praktiku fen islame në përditshmërinë e tyre kanë me qenë të lumtur. Është kusht për me qenë i lumtur me besu në Allahun edhe me punu punë të mira. Cilat punë me i punue? Ato që i dënë Allahu. Cilat jenë punë më të mira? Urdhrat e Zotit. Andaj ju mashtrojnë, apo mami me thonë ju gënjejnë ata që thonë se pa namaz janë të lumtur. Nuk ka lumturi pa namaz. Dhe kur njëherë njeriu nuk mundet me qenë i lumtur pa qenë i lidhur me Zotin e tij. Dhe kur njëherë njeriu nuk mundet me qenë i lidhur me Zotin e tij pa qenë i lidhur me namaz. Sepse mas imanit, mas besimit, ajo që lypet tek ne është namazi, vllazë. Vllazni, ende jemi duke fol me qindra vite, që 600 vite këtu islami, apo 700 vite, ende jemi duke fol për namazin. E dini pse folet ka shumë, edhe duhet me u fol, sepse ende ka njerëz që i kanë veshët e shurdhër, nuk po ju hin kokë hiç, nuk po munden me kuptu se nuk ka jetë e lumtur, nuk ka rahati, nuk ka qetësi, nuk ka dashuri me familjen apo me meqet apo dashamirët pa namaz. Kur t'jemi tek namazi, edhe ata që e falin namazin jo me namaz, sikur ngarkes me shkarku të hjek për i qafe, se erdh koha edhe të rish lirë. Nuk kena arna këtu sot me bo namazin të hjekum qafe këtë gjëmo. Edhe në fundë, elhamdashtë që e krytëm, edhe një javë ditë jemi rahat. Shko ti ka dush, e bo tregti, ama nuk munesh me pas bereqet pa namaz. Andaj, pra, përmbledhja është se nuk ka lumturi, nuk ka harmoni, nuk ka qetësi, nuk ka rahati, nuk ka dashni ndërmjet familjes, apo farefisit, apo fqinjve, apo shokve, pa praktikimin e urdhnave të Zotit. Sa me i praktikue, sa të mundi ma shumë, aq ma mirë. Fattaqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun, keni dru Allahun sa të mundi.